po e nisi këtë temë sepse është e përditshme. Shumë shpesh, unë e kam dëgjuar, unë jam e sigurt që ti e stërm dëgjon nga pacientët, zgjohemi mëngjes dhe thon ku ju vramëre nuk pe di, po e pas na një maviosje. Në popull i thonë qivet, maviosje, hematom njihet në gjuhën e shëndetësisë. Nuk i kujtohet ku është lëndu, por thjesht i ka një 2-3 hematoma. Pse ndodhin këto, doktor Adriati? A janë normal? Ndryshimet lëkur, po mënaj në formë hematomash, kështu maviosit që e përmendet e që njerëzit në gjuhë popullore e kanë si në žargonin popullor, ndodhin për shkak mundet me qenë traumatike, po mundet me qenë edhe problemet e enëve të gjakut, dhe më në kemi një pilcitje, një qarje, një lëndim të enëve të gjakut dhe mandej një dalje të gjakut për enës gjakut, dhe sigurisht që i përfshin indet për rreth dhe sigurisht që shkaktohet dhe ndryshimin lëkur. Hematomat është një term i gjanë, i ndryshimi problematika shëndetësore. Nuk është që merret vetëm hematologjia me këtë problematikë varësisht prej burimit të hematomës, merren dhe specialitete dhe specializime të ndryshme dhe specialistë të ndryshme dhe fusha tjera brenda shëndetësisë varësisht se kush hematoma, për shkak se hematomat mund të qenë të brendshme, të qenë dhe hematoma subdurale brenda të trurit që merren mjek specialist fusha caktuar, mundet me qenë dhe sipërfaqësore dhe lëkurore, kështu që po mendoj është një problematikë e shpeshtë prek pacient shumë dhe është shqetësuese, sigurisht që një njeri që zgjohet mëngjes dhe shenja trupit pa ndaj prejardhje, pa ditë ndaj prejardhje se ka i kanë ardhur, po mendoj ndryshimet në lëkur nuk është e këndshme edhe sigurisht që dikush është pak më i nishëm edhe një farë frike dhe një farë pasigurie dhe po mendoj është një problematikë e gjanë, mundet me ardhur për plot arsye. Domethënë mundet me qenë traumatike, lëndim, që mundet me ardhur, mundet me qenë po kthejmë sfundi, po kthejmë ka aspekti hematologjik që më takon më shumë me diskutu, por domethënë përveç traumatike mundet me ardhur si pasojë sëmundjeve tjera kronike, pak më të rënda dhe pak më të lehta, po mendoj po du me qenë sa ma konkret me friksu, po edhe mos me ngrit panik shumë. Mos me ngrit panik, po edhe me qenë sa ma i kapshëm për ta. Po të lutna. Po sa ma i kapshëm për njerëzit që për shikues që na përcjellin. Dhe do me thonë në aspekt hematologjik, kur ka hematoma, ndryshime në për lëkur, në formë hematomash, gjithmonë shikohet hemogrami mas pare. Hemogrami është pasqyra e gjakut me qenë korrekt, në pasqyrë gjakut, është analiza ma thjeshtë e mundshme, një pasqyrë gjakut bëhet brenda pak sekondesh, brenda minute realizohet, në pasqyrë të gjakut shihen rruzat e kuqe, shihen rruzat e bardha të gjakut dhe shihen trombocitet. Trombocitet janë elemente që ndikojnë në trash, kushtimisht, në trashjen e gjakut, që si njihet në popull. Dhe në hemogram, kur ka hematoma dhe ndryshime në lëkur, gjithmonë përcillen trombocitet. Kur kemi ndonjëherë numër të ulur trombociteve, i bën trombocitopeni, domethënë si term, mos i ngarku shumë me terme, dhe numri i ulur trombociteve mundet me shkaktu hematoma, për shkak se mundësia gjaku është më i holl në atë kuptimin me qenë më korrekt me